Rikthehemi drejt për drejt siç e lajmërova me Poli Hoxhën, nderuar shikues, për të folur për një sër çështjesh të aktualitetit. Mirë se vjen Poli, kënaqësi gjithmonë. Mirë mbrëma, faleminderit. Duhet ta nis me një seancë gjyqësore që është mbajtur ditën e djeshme, ku kryebashkiaku i Tiranës, zoti Veliaj, është përballur në administrative me prokurorin Olsi Dado. Kërkohet përjashtimi i tij. Kemi parasysh edhe deklaratat e avokatit Veliajt, zoti Ndreca. Si e ke parë këtë përplasje që prej fillimit dhe në ç'pik është? Shiko, unë këtë përplasje e kam parë si një diçka si gjithë që merren me çdo gjë tjetër të një çështje, si për shembull Edi Rama sot që u mor që nga kanalet apo muzeet e Rakis dhe nuk u mor me thelbin e bashkive, çfarë ndodh me bashkitë dhe kush është problemi kryesor. Dhe çështjen e Rio Velis dhe të gjithë këtyre politikanëve që kanë punë me Spakun ose me GK-n, merren me çfarë do lloj çështje dhe nuk merren me çështjen e tyre, me thelbin se pse janë atje dhe për çfarë akuzohen dhe çfarë punë ka bërë Spaku dhe pse janë në gjykatë. Dhe për të argumentuar këtë, domethënë imagjinoj deri ku arrin absurdi, saqë zoti Veliaj nuk shkon në seancën e vet, ku i ka filluar gjyqi në GKK dhe Spaku ka mbaruar punë dhe ka çuar atje, është vetëm si mbrojtës i akuzës. Por shkon në administrative. Dhe nuk shkon në gjyqin e vet, por shkon leqelin dhe shkon në një gjyq që si është bërë procedura e prokurorit që e ka kapur, që pretendon që e ka kapur, që e ka akuzuar, për ta ashtu, domethënë e kupton dhe gjitha kjo është në vlagën e asaj. Këta merren me atë që të thashun. Këta merren me prokurorin, me jetën e prokurorit, këta merren me qelin, jo po ishin 3 polic, jo po s'ishin 3 polic, jo po me hipën kështu, jo po me hipën ashtu, jo po kur vajta në spital. Dhe deri tani nuk kemi dëgjuar as nga ai vet, dhe sot e ndoqja seancën ose sa zbardhën kolegët tanë, jo po Tirana ka ngelur pa shkolla, jo po Tirana po mbytet nga plerat, sikur për këtë e ka fajin prokuroria, por apo mazhoranca, domethënë që ka lënë Tiranën, dhe i fare, domethënë me atë që je i fajshëm apo si je i fashëm. Megjithatë, çfarë dhe vetë gjyqtari tha aty, domethënë po del nga fokusohi, tha tek për çfarë jemi këtu. Duhet të pyes pikërisht për prokurorin, për cilin ai thotë, Veliaj thotë që kemi konflikt interesi, nuk mund të vazhdojë të jetë në këtë çështje. Vetë Olsi Dado çfarë ka përfaqësuar në çështjen Veliaj? Po, sot, dhe kjo është edhe prap një pjesë tjetër. Në dosjen e zotit Veliaj se ka ndjekur vetëm Olsi Dado, po është bashkë me Altin Dumani. Altin Dumani nuk zihet në gojë. Çka ka përfaqësuar? Çka ka përfaqësuar hetimin që është deri tani, domethënë me 13 akuzat. Dhe ka drejtuar hetimin bashkë me ish kreun dhe sot prokuror dhe drejtues në SPAK zotin Dumani, që kanë çuar këtë pjesë. Me sa di unë ka dhe pjesë tjetër të hetimit, po kanë çuar këtë pjesë në gjyq. Dhe po të vëshre, domethënë e gjithë është fokusuar te kjo konflikt interesi, ndërkohë që çështja ka vajtur në gjykatë, këta merren me Spakun dhe me prokurorin. Dhe po kështu e bëjnë gjithë. Kështu e bën zoti Berisha. Spaku thotë çështjen e ka në gjykatë. A ka gabuar Olsi Dado me Dumanin për shembull? Ti e ke në gjykatë, ka dalë gjykata atje, shqyr për ty që nëse ka gabuar, e ke përsysh dhe e godet në gjykatë. Pastaj ke apelin, ke gjërat e tjera. Por këta çfarë bëjnë? Këta duan të delegitimojnë individët dhe punën e atyre që ju kanë zbuluar ato që kanë shkuar në gjykatë ose po shkojnë në gjykatë. Dhe po të vëshret, të gjitha rastet nuk merren me gjykatën, ku janë de facto që duhet merren me gjykatën, po merren me një gjë që ku është burimi, domethënë që është hetimi. Kështu që e gjithë kjo është për të krijuar, për të shmangur thelbit dhe për të politizuar çështjen. Gjithë bashkohen, si majtas, si djathtas, kur vjen puna. E curinë e çështjes Veliaj, si e shikoni? Sepse ka një Por e shikoj... Jo, ka një perceptim që shumë shpejt Veliaj mund të jetë i lirë.
Jo, ajo është prapë me perceptime të përhapura, me lojra që mund të bëhen me kolegjin e gjyqtarëve. Kjo nisur edhe nga ndryshimet për shoqen, po? Jo, ndryshimi të shoqes ishte për shkak të gjykata tregoi empati, për shkak të shtatzanisë, është edhe brenda ligjit për shkak të shtatzanisë. Ka një shtatzani të vështirë që mund të kërkoj dhe rekomandim nga spitali, mund të kërkoj konsulta edhe jashtë shtetit më të specializuara dhe i hoqin masën e pasaportës të lëvizjes jashtë shtetit. Ajo dhe vetë ka treguar që kur u shpall masa në atë kohë ishte jashtë, u kthye, ka treguar dhe vullnet të mirë. Kështu që është në rregull drejtësia me këta, domethënë dhe në këtë rast. Por nuk ka të bëj sepse është lehtësuar ndonjë gjë. Janë dy gjërat ndryshme. Çështja e Veliajt që Veliaj gati i ka kaluar gjitha shkallët. Jo gati, po i ka kaluar gjitha shkallët. Ka shkuar deri në gjykatën e lartë, apelit, gjykatën e lartë, kushtetuese ka çuar një element atje. Tash vetmja shpresë është që me që kanë ngritur një furtunë për para burgimin, për të drejtat e njerëzit e tjerë, domethënë të ndryshohet, të bëhet ndonjë ligj nga gjykata e lartë dhe kolegji i gjyqtarëve që pritet tani në prill, më duket. Nuk e din çfarë date, 9 më duket, që të marrin një vendim të unifikuar dhe të përfitoj. Po dhe kjo është përfitim procedure. Po ti shikosh, këta tani çfarë kanë bërë? Çfarë vazhdojnë të bëjnë? Edhe në së fundi Veliaj, zoti Berisha, zoti Meta, shtyn gjyqet pafund. Tani ti je gazetare vjetër, ne kemi punuar dhe bashkë, dhe mua kjo më kujton gjyqet e eksponentëve të krimit të organizuar, duke filluar që me Emiliano Shullazi, apo me Dajtin, që shtynin gjyqet pa fund sa që u bën dhe problematik, si që janë bërë dhe këta problematik. Vetë Erion Velis, i kanë dhënë 2-3 herë avokat kryesisht. Ilir Metës, avokat kryesisht. Pse? Se zven avokatët, bëjnë lojera proceduriale etj. Dhe nuk ballafaqohen me thelbin dhe për çfarë je akuzuar. Dili pa fajshëm aty. Nëse je i pafajshëm, dili pa fajshëm. Se nuk ka rëndësi se është, ja hoqin Olsi Dadën, për shembull. Le që dhe ajo nuk qëndron fare pretendimi. Me aq sa kam parë unë me ligjin e 2011 si beshe prokurore etj. Por në rast se ikën. Nëse ikën, ti ke prokurorin tjetër aty Dumanin, letrat i ke, gjetjet i ke. Pra nuk është se lehtëson dëshmimtar, ajo është dosje që ka dëshmimtar, ka bashkëpunëtor. Ti tek ajo dosje ke shumë biznesmen, tek ajo dosje ti ke dhe një politikane për pengim drejtësie, ish kryetare në Komisionit të Ligjeve, zonjë Bushka. Kështu që ajo nuk është aq e thjeshtë si çështje, domethënë se s'është poli i denj për të qenë prokuror dhe unë automatikisht s'kam bërë gjë. Qartë, çështja Balluku që muaj që prej tetorit flasim intensivisht, Poli, duket se ka një, le të themi, një stepje apo jo lajme intensive tjera nga ana e SPAK-ut, e fundit është ajo për telefonat në mos gaboj. S'ka fare stepje, përkundër. Çfarë po ndodh? Ajo ka thellim. Stepja është sepse ne kjo klasë politike e ka detyruar opinionin publik që dhe prokurorin dhe në mendimin e medias, patjetër, që ne jemi media vetë, duhet ta pranojmë që dhe prokurorin, dhe gjyqtarin, dhe etusin t'i bëjnë ata. Te e shikon në për studio, vjen avokati, po s'është prokurori. Flet avokati çfarë të doj, kush është, SPAK-u nuk ka përfaqësues të tavolinat tënde. Dhe të duket sikur kjo është, dhe ai avokati bën dhe prokurorin, bën dhe mbrojtjen po, sepse është edhe i paguar ndoshta për atë mbrojtje, dhe normalisht bën edhe gjyqtari dhe thotë dhe nxjerr në fund të emisionit i pafajshëm. Kështu është dhe çështja e Ballukut. U mblodh grupi parlamentar, tha nuk ka bërë gjë, ka mbledhur 2-3 asamble që e ka zënë në gojë. E ka graduar dhe e ka çuar drejtuese politike. Ajo mbajti dhe u votua. Dhe tani duket sikur po kur thua ky është ambalazhi që i japin këta. Po thellohet, çfarë informacionesh janë? Kurse gjërat e vërteta janë atje ku është Hanxhiu, kur i thon. Hanxhiu është prokurorët e çështjes. Dhe çfarë ka ndodhur që pas pengimit të masës që kërkuan në parlament. Nga pikpamja po flas e prokurorisë, sepse ne kemi dhe reflektimin ndërkombëtar apo jo. Gati po bllokohen ashtu. Nga pikpamja e prokurorisë. Nga grupi që kishte në hetim është bërë me 10 veta, me 10 etus. Është gati është bërë një BKH
edhe një paralele, se aq janë dhe ata të shkretë. Do më thënë është fuqizuar shumë grupi, sepse kanë aq shumë materiale për të ndjekur sidomos tek hetimi, tek i është dhënë përparësi hetimit të pasurisë. Por jo duket, po në gjitha rastet, por sidomos tek ta që kanë qenë ministra, po dhe më ashtu, është më i vështirë sepse gjurmët shkojnë jashtë, në për banka, në për kriptomonedat janë përdorur, etj. Pra, janë bërë 3 prokuror edhe 10 hetues. E kupton? Do më thënë, kjo duket sikur po hetojë në një vend. Kështu që ka zhvillim. E dyta, u morë vendimi gjykatës para pak ditësh që ishte shumë i rëndësishëm për sekuestrime të rreth 90 aparaturave, kompjuterave, telefona, të cilët, sepse po tregoj edhe skrupulos. Me gjithë janë treguar skrupulos. Me gjithë Biles Spaku është treguar më skrupulos se jo se ç'duhet, po se që ligji mund t'ja lejojë edhe çik për shpejtim. Mund të shkohet drejt ndryshimit të akuzës apo rëndimit të akuzës? Po patjetër që do shkohet me një kërkesë. Është e shpejtë këtë gjë? Me një mas, po. Shpejt e shikoj, po të thash dhe njërë po të regojnë skrupulos. Jo, se ajo pjesa e pranverës do kemi zhvillime shumë të forta Doli, e ke bërë deklarat në studio këtu. Doli për Doli. Doli ajo, nuk e di, bashkë ishim Doli dhe Porto Romano, ja isha me kolegën tënde Doli të nesmen. Çështja është që ajo që mund të ta them me, unë jam njëri që nuk flas me më thanë, por që mund të ta them këtë radhë me përgjegjësi të plotë është që aq sa dim dhe aq sa kanë dalë dhe me gjitha të 16.000 faqin që kanë lexuar deputetët e opozitës se këta zguxuan fare këta kolegët socialistë të Belindës, është vetëm maja e icebergut. Është vetëm maja e icebergut. Dhe unë ta kam thënë, më duket edhe një herë tjetër që zonja Balluku do përfundoj me akuzë për organizat. Për organizat? Po, më keq nga të gjithë politikanë. Përveç korrupsionit. Akoma s'ja kanë kaluar korrupsionin, se korrupsioni do t'i dalë te hetimi i pasurisë, që është në rrugë intensive. Edhe të të tjera e tjera. Por nëse ndodh kështu më pas, sepse socialistët, pra mazhoranca, thot nuk ka një akuzë për korrupsion, dhe përsa ko nuk ka, atëhere zonja Balluku, nëse ndryshon situata, çfarë mbetet për të thënë më pas në Ti ke në studio dhe avokatët e këtyre dhe apo ata që mbrojnë dhe socialistë. Shikoj pretendimet njërë. Nuk ka akuzë. Çdo akuzë. Jo, nëse ndodh të ketë, çfarë mbetet për të thënë? Ata, po jo me pa i e ditë, pikërisht se e di se çfarë ka në të vërtetë, prandaj e mbron. Nuk, nëse do ishte vetëm për tendera, se për tendera i thanë, vetëm pezulloja i thanë. E ke parasysh që të mos ketë ndikim të zyra që po hetojmë ne. Ky duke ditur se që është më përtej kësaj, pabarazi, se kjo filloi me pabarazi për tunelin e Llogaras. Shumë e thjeshtë. E thjesht, nuk është e thjesht, por është kthyer në normalitet në punën e Spaku, do të thënë që janë kapur shumë zyrtar për pabarazi. Çështja është që ai nuk po e mbron për këtë pabarazin, ai po e mbron për ato që janë më tutje. Po, Poli, por nëse del kjo pjesa që thua, akuzë për organizat kriminal, çfarë mbetet më pas për pjesën e kryeministrit, sa i rëndohen pozitat? Po pse ti kujton se kanë turp? Po pse dhe me kaq? Po sot çfarë ai pe lajmin ti sot në Greqi? Është hapur një hetim për fondet e IPARD-it, siç zetet në një skandal. Që nuk janë kush e di çfarë të përfshirë, po janë përgjegjës. E ke parasysh, kanë firmosur ose kanë lejuar. 3 ministra ta ndoreqin. Pa mas. Jo, këto nuk ndodh. Po ku e ke? 3 ministra, po çfarë ndodhi në Greqi? U bllokua Greqia, si thoshte Edi Rama që po ma morët juve këtë, do bllokohet Shqipëria. U bllokua qeveria Mitsotakis, të 3 të Mitsotakis. As i mbrojti, ikën dhe vetë. Gjëja më normale, vazhdo, dili pastër, ktheu dhe më i fuqishëm. Ti thua çfarë do thotë Rama. Po pse? S'është ai Edi Rama që thoshte s'ka asnjë pikë kanabis në Shqipëri? U skuq, u zverdh kur doli që ishte gjithë Shqipëria. Jo, sa i paprekshëm. Si ishte ai Edi Rama që mori gjithë, si ishte ai Edi Rama që mori gjithë ministrat i çojnë në Elbasan, tha incinerator, tha krenaria jonë, ku i ke incinerator? Si ishte ai Edi Rama që thoshte rruga e Dibrës apo kjo e kështu. Dhe për të gjitha, ata nuk kanë, ata gënjejnë, ai thot nuk ekziston para burgimit, thot. Po le të mblidhen. Edhe do një avokati, unë abitem që dalin këta avokatët, shumë mund të marrësh avokatët e Veliajt, apo të Metës, apo të tjetrit. Po,
thot, edhe godasin të kjo paraburgimi. Po mirë më vëlla, ti e ke shumicën në parlament. Paraburgimi është me ligj, ti e ke kodin penal. Po ishim s'ka më paraburgim, thoj. E vërtet. Jemi tek Partia Socialiste dhe ndryshimet forta kanë ndodhur edhe aty brenda, gati duket se diçka po plas brenda Partisë Socialiste. Rasti Spiro Pali. Çfarë shihni pas qëndrimeve, reagimeve të Spiro Palit që sa vjen e po shtohen e sa vjen e po bëhen më të ashpra? Shiko, ne kemi tani përfundimisht dhe po të shikosh të një, po të na dalin të simptomat e një diçka që ne pak e kemi trajtuar, këtu gati është haruar që në thelbin e partive e republikave dhe të pluralizmit dhe të demokracisë, do më thënë që kemi ne sistemin këtu, qëndrojnë partit. Ne kemi haruar partit. Partit tu në Shqipëri janë problemi më i madh. Do më thënë kapja e partive dhe shkatërimi i demokracive brenda partive, se nga ato pasaj na del ky lloj parlamenti, kjo lloj qeverisje, këta lloj e tjerë e tjerë. Dhe çfarë ka filluar? Ka filluar të zgjohen. Kanë filluar që njerëzit që janë disa ndoshta edhe për arsye personale, disa në zhgënjim, njeriu ka të drejtën të reflektojë të ecë përpara. Por gjithmonë ka zier baza. Ne nuk e kemi lexuar. Edhe baza në Partinë Demokratike, po çfarë bën? I mërzitur i ikën, nuk të voton. Mërzitet, i ikën, pastaj të kthehet në para votimeve se vinë të gënjejnë me ndonjë vend pune, me ndonjë gjë kështu. Por faktikisht aty është shuar. Unë tani po ti po më pyet për Partinë Socialiste. Tani imagjinoje ti zërat, ne që janë rikthyer zërat zonja Spiro Pali dhe zoti Braç, 15 vjet më përpara brenda Partisë Socialiste që ishin goxha figura. 2011. Po, 2011 lindi lëvizja për mendimin ndryshëm. LMN-ja. U shtyp pa mëshirë, u flakën. Ishin personalitete, Marko Bello, Arben Malaj, tjerë, Meksi. Tani, po ta shikosh me vëmendje, se duket si kështu. Imagjinoje tani lëvizje. Fjala lëvizje duket si fjalë e madhe. Lëvizje. Po lëvizje për çfarë? Për mendimin ndryshe. E kupton ti në demokraci, në 2000, do të thënë mendim, do të thënë që po të kesh mendim ndryshe i armik. Tani, Spiro Pali, rasti Spiro Pali, duhet përqendrohemi pak tek personazhi. Sa po ja prish rehatin kryeministrit Spiro Pali? Apo është ende e lokalizuar, le të themi kështu, dhe nuk është se po ndel ndonjë situatë jashtë kontrollit? Nuk është e lokalizuar, sepse ndoshta nuk ka plan, por nuk është rastësore dhe dalja e Braçës njëkohësisht, por dhe njëkohësisht intensifikimi i atyre. Ka një bashkëpunim, një manovrim apo jo? Jo, shko, kur ndonjëherë duket si bashkëpunim kur ke të njëjtin shqetësim. Okej. Kur vuan. Në fakt e kanë të njëjtin? Po e kanë të njëjtin shqetësim, sepse në qoftë se për shembull në fazën e parë zonja Spiro Pali u duk si një. Ama nëse Spiro Pali zvotoi, Braçë votoi. Dakor, ajo është tjetër gjë. Është tjetër gjë, nuk është çështje e ballukut dhe asaj. Çështja është që me teza Braçja ka ecur pak më përpara, por dhe Spiro Pali eci përpara sot me një shënim të shkurtër për parlament. Gjithsesi Braçja është koherent dhe konsistent në ato të vetat. Spiro Pali jo, vetet surprizë brenda Partisë Socialiste. Braçja ka qenë në atë nivelin që i duhet çdo lideri suprem, një Braçë që të thotë, pa shikoni çik bujqësinë, shikoni çik çmimet, shikoni çik naftën, shikoni çik. Vetet i respektuar ai shumë. Por thelbi, po nuk është ai thelbi. Thelbin tani ka filluar Braçja ta thotë. Thelbi është autokracia në parti, në të dyja partitë. Në të dyja partitë po zihet në gojë meritokracia, mendimi i lirë, ndryshe, gara, ku nuk ekziston asnjëra nga këto parti. Dhe çfarë tha Braçja për shembull? Braçja, kur doli para gazetarëve të parlamentit, po dhe di në një intervistë në një media. Po, te Grida Duma. Tha që kërkoi dhe sot ja ktheu Spaku, njerë kërkoi nga KQZ-ja votat e veta. Po, në historik, në kronologji. Kur e pyeti një kolegu jon atij, tha, për çfarë i duhet? E po tha, sa unë kam 30 vjetë, pëse tha dhe në 96-ën, por në 96-ën kanë ngrënë drogë këta. Ky është gjakosur, Braçë. I ke pamjet e famshme të mitingut në sheshin e Tiranës. Në 97-ën, tha, nuk i mbaj mend. Dhe çfarë ishte mesazhi? Që Partia Socialiste nuk ka filluar kur ka ardhur Edi Rama në 2005. Një, dhe ju ka folur socialistë. E dyta, zuri në gojë për herë të parë përmendit e dje, kur u pyet për punën e garimit e tjerë, tha statuti.
Ne kishim marruar, e përmendi Braçja, që Partia Socialiste ka statut. Po çfarë është statuti? Se lakohet Joana tjetër e PD-s, po KPS-ja, po pikërisht, po. Çfarë është statuti? Statuti është, duket si një copë letër që janë mbledhur ata atje te partia. Jo, statuti është me ligjin për partitë, duhet të kesh një statut e dorëzon në gjykat. Ai statuti pastaj ka rregullat. Kush janë rregullat? Rregullat që janë juridike. Rregullat janë që kur ka zgjedhje lokale, kandidatët e partisë i nxjerr baza. Në Tirana ka 3 kandidat, këtë po i thot Braçja. Dhe Braçja është duke bërë një shërbim që po e nxjerr Edi Ramën siç ata të tjerët që i thonë, "Dua të futem në garë." S'dua, më thot Sali Berisha. Kaq mjafton dhe del Lakuriç, e kupton? Tani, shanset e Braçës, se dua ta cek edhe këtë. Shanset e Braçës si janë dhe sa janë? Dhe a është ky sulmi i fundit i ti, qoftë edhe për performancën e vetë që për 96? Ne mbytemi ne mbytemi shpesh edhe nga rutina, nga përditshmëria, po dhe kështu na janë imponuar në hesapet, në shanset, po mira, ai ka kaq fuqi, jo po Rama është shumë i fuqishëm. Shiko, këto lloj hesapesh. Jo, mbështetje mund të kishte shumë. Këto lloj analizash bëhen nëpër organizata kriminale. Këtë do ta blejmë, këtu kapu është më i fuqishëm, këtë do ta eliminojmë, këtë kështu. Këtu nuk ka rëndësi se do zgjidhet kandidat Braçja apo jo. Apo Ervin Saliani andej apo jo. Thelbi? Thelbi është që këta me këto aktet e tyre dhe me kështu po i nxjerrin ata përballë, po i vën përballë një pasqyrë, o zotëri, ti nuk lejon, e kupton, ti e merr dhe e mëron ti si kryetar partie kandidaten për Tiranën apo dhe për gjithë Shqipërinë. Ti nxjerr nga Kapelja si e magjistari dhe i vë atje. Këtë është duke na treguar në Braçja. Pra nuk është ambicia e Braçës. Vërtet nuk është shikon? Dhe Braçja ditha dhe një fjali tjetër. E kaloi nga Tirana, do më thënë, u fokusua, u përpoq që të thoshte vetëm për Tirana, thënë, nëse do më pyesësh, a ke program për Partinë Socialiste? E ruajti Ramën si kryetar. Nuk dua t'i zë vendin, tha, po më pyete, a ke program për Partinë Socialiste? Po të them që s'kam. Po më pyete, a ke program për Tiranën? Kam. Por pastaj tha fjalin vrastare, që unë tha, dhe që delte kjo analiza që po bëj unë tha, po garoj, tha, po kërkoj të garoj për Tiranën, të shpëtoj PS-n. Nuk e di, ndoshta është edhe gjykim personal, po unë nuk mendoj se Braçja e bën të gjithën këtë vetëm për këtë fakt, për të shpëtuar Partinë Socialiste. Kush është shpëtimi i partisë? Jo, nëse flasim edhe personalisht, është një njeri që merr më pëllëm njësin 5, jo vetëm, por edhe gjithë Tiranën. Po pikërisht, pra ky është thelbi, ky përcjell bazën. Po baza shuka që ne se kemi lexuar. Ata s'na kanë lejuar ta lexojmë. Ata e kanë shtypur. Dhe në PD është e njëjta situatë. Baza tani thotë, sepse dëgjoj, ne shikojmë, ne nxjerrim lajme me miliona euro për sa veta. Po sikur ti mbledhësh në 15 vjet të PS-s, ja u bën 50. Po ja u bën, ja shtohet sa të tjerë që s'janë kapur, ja u bën 200. Ja u bën 300 me drejtora, ministra, zëvendësministra, drejtora. Po ata 800.000 që t'i japin votën ty, ata janë aksioner. Çfarë kujton ti se ata nuk vuajnë një lloj si çdo shqiptar, e ke parasysh këtë padrejtësinë. Që mos ndalemi shumë tani te kjo pjesa, por unë dua të pyesa, mund të kemi një efekt zinxhir, pse jo, të ketë rizgjim edhe të tjerëve brenda Partisë Socialiste, me kritik, me nota të forta, e pse jo Ramës realisht t'i prishe ajo komfort zona që është? Po të vijere sot Rama ishte me kryebashkiakët. Në takimet e mëhershme që kam mbledhur shpesh, i ka poshtëruar zakonisht. Çfarë ju ka thënë? Po, ndërpo, një qasje tjetër. Sot i kapte nga qafa. Dhe ju thoshte vazhdoni se mund t'jeni dhe kandidatët juve, e kupton, do më thënë i joshi dhe me pushtetin e pas një viti. Dhe kjo çfarë tregon? Jo vetëm këtë ta dash si shembull. Por Rama i ka dhe gjithë të turin që ka filluar pikërisht për këtë gjë, për 2 arsye për mendimin tim, për këtë që i kanë ardhur sinjale nga baza, sepse arrin, dëgjoj, edhe mbyllja e gojës dhe besnikëria dhe ajo që është parti në pushtet, të gjitha e kanë një afat skadencë. Apo ja. E para, e dyta, është edhe një janë dhe të njëjtit njerëz, domethënë që katapultohen, shkojnë nga këtu, po kaluan 4 mandati 4. Edhe ai më pragmatisi në Partinë Socialiste thotë, po unë
mund do përfitoj gjë ka gjatë në pushtet në një ditë, se ky është në rrëzim, në fakt, edhe në mënyrë dialektike, ky është në ikje. Pavarësisht se s'ka kusht ta zënsoj. Dhe kështu që ajo nuk diskutohet, ai ka sinjalet, i ka shumë të forta madje, por do dal kjo në një formë se të presim, pastaj ajo është, si i thonë, është ëndër që të ketë revolt në kuptimin si KPD-ja e fanshme, Po pra, a mund të ketë do një zhvillim surpriz. Mirë. Duhet të ndalem pak edhe tek një deklaratë fort e Berishës. Në fakt, Berisha bën shpesh denoncime të forta, që nga i famshmi qytetari digital, por edhe deri informacione, sepse si kryetar i opozitës apo si vetë Berisha, informacionet nuk është se i mungojnë, por pati një denoncim të fort ku tha se është rrahur Ergys Agasi, madje shtruar në një spital privat. Sa vërtetësi shihni tek këto informacione? Poli, ke diçka që të kam britur apo? Jo, nuk dëgjoj. Javën e kaluar tha pastaj që po e pan me makinë që po shkonte në Surrel. Tani e çoi në spital. Mund të kenë gjëra të vërteta sepse është normale që nga rënia e atij pushteti të madh që ka patur Agasi ka lënë shumë gjëra përgjysmë, mesape financiare etj dhe njerëzit fillojnë dhe të kërkojnë llogari dhe nuk është ndonjë çudi e madhe edhe të ketë ndonjë gjë të vërtetë si kështu, por kjo nuk ka rëndësi. Zoti Berisha të gjitha këto i thot edhe kur janë të vërteta, dhe zakonisht gjysmë të vërteta. Gjysmë të vërtetat është mjeshtri gjysmë të vërtetave për të arritur qëllimin e tij. Qëllimi i çdo fjalie, i çdo historie hollywoodiane që tregon Agasi, siç tregonte për shimën që e morën ata të Suel Çelës, e përshkruante në Bodrum me shkop, dinte dhe shkopin që ishte pe bejsbolli kur e kërcënonin e rifnin, edhe nga kishte kaluar, kanë vetëm një mesazh, domethënë. Mesazhi është, dhe e tha vetaj në fakt, s'ka nevojë t'ja dekodoj unë. Mesazhi ishte që ai është i mbrojtur nga Spaku. Spaku nuk e kap, nuk të kap Spaku, në fakt duhet të kap policia. Te policia ka një farë të drejtë se ai ka patur tentakula, ndoshta dhe i ka në policinë e shtetit. Por ai është një nga personat më të kërkuar. Vet avokati tha që kur i thanë a do vetë dorëzohet, tha pse të vetë dorëzohet se do t'ja hedhin çelësa të det. Problemi është që po është e vërtet, ne nuk e dim është këtu, avokati thotë është jashtë, është e vërtet që është një person i cili duhet bjerë sa më shpejt në duart e drejtësisë, sepse është një lloj kutije Pandore, domethënë që ka dhe akshi është një dosje që po ecën me shumë, është shumë e rëndë si dosje, dhe mbi të gjitha po patjetër që është e vështirë për t'u kapur, sepse vetë Spaku, vetë Dumani dikur dhe vetë Braua dhe kryeprokurori i ri ka pranuar që kemi probleme me policinë në këtë drejtim, domethënë dhe me infiltrimin e këtyre në radhët e policisë. E qartë. Duhet diskutojmë dhe diçka tjetër, nuk e di sa të ka shqetësuar apo çfarë informacione, a ka vërtet informacione konkrete. E kam fjalën për reagimin e ambasadës amerikane për sulmet në vendin tonë. Madje janë shtuar edhe le të themi është ka një mobilizim tjetër nga antiterrori. Po pse? Nuk e di çfarë pe. Pse ka mobilizim? Ne kemi gjithë të struktura që i paguajmë, domethënë dhe të shërbimi informativ. Kemi antiterror në policinë e shtetit. Kemi të gjitha strukturat e dura që mos prisnin të flisë. Shko që ka ndodhur. Normalisht, njoftimi, alerti quajnë ata, alarmi, që nga koha e luftës me Irakun, me Iranin, më fal, janë kthyer në rutinë, po të hapësh faqen e Departamentit të Shtetit e kanë gati të përditshme për gjithë botën. Tani çfarë ndodhi këtu? Dhe këtu nuk është lajmi i alertit të ambasadave të mëra. Lajmi është që pse ishte aq i ashpër, sepse mund të ishte edhe më diplomatik të thoshte, që shënjestrat amerikane, siç e nxjerr Departamenti i Shtetit, mund të jenë shënjestra të grupeve të sponsorizuara nga ose që punojnë për hesab të Iranit, kudo në botë edhe në Shqipëri, kaq një fjalim. Por aty kishte aeroporte, qendra tregtare, restorante, klube. Vende me popularitet, kur është përqendruar kishte edhe nota të një paniku për hir të së vërtetës që mund të përhapej. Lajmi i vërtetë është që përse Edi Rama në darkë
pasi u pyet nga Radio Europa e Lirë, nëpërmjet asaj agjencisë së famshme që ka për informim, e quajtja hamendësim. Dhe të nesme në parlament ne s'dim gjë i kemi të thënë kërkesë. Okej, ti tani nuk di ke gjë dhe Edi Rama ka merakun e panikut për turizmin, krenarisë të tij, turizmin e tjerë. Problemi është pse siç e nisë ti, pse pas atij njoftimi Ka mobilizim. Blindove Rinasin. Dhe ndërkohë thuhet që jemi vend i sigurt. Po, jo, është amendësim, s'kemi informacion. Jo, po edhe që jemi vend i sigurt, do të tani çfarë ka ndodhur? Këtë ta them dhe këtë ta them me siguri. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që de facto ambasada amerikane, e cila ka informacione të agjensive të saj dhe të gjithë partnerëve që veprojnë shumë fuqishëm në rajonin tonë, në gjithë botën, edhe në Shqipëri, e kanë njoftuar që kini kujdes këtu, do më thënë për disa pika, kini kujdes për pikat strategjike, për këto. Kini kujdes për luftën hibride. Që është një nga ato që e përdor shumë Irani, do më thënë me përhapjen e disinformacionit e tjere. Nuk ka patur asnjë reagim, i kanë patur me kohë informacionet. Dhe kur ju aplasin, dhe këta kanë qenë të detyruar ta ngrenë alertin, ta bëjnë aq të ashpër. Po mirë, shikon shqetësim real apo jo? Shiko. Kur shikon element që janë serioz? Dëgjoj. Se aty nuk është se ka fakte konkrete, por gjithsesi. Ne luajtëm me atë që na dhëmb neve, por po të shikosh fillimi i njoftimit, kishte vend të parin Mekun, që është Mans. Dhe është logjike që ne kemi në gjithë botën, ne kemi 4.000 pjesëtarë të vetmes opozit, dhe ata i quajnë terroristë e tjerë. Pastaj pse ne është diskutim që nga koha e Berishës, ky mori dhe më shumë, ne kemi shënjestrën logjike e kemi këtu brenda. E dyta, ka prap një rrezik tjetër, të cilin për mendimin tim e ka për hallet e veta personale që ka me drejtësinë këtu, edhe me gjithë çështjet balluko e tjerë, edhe me izolimin që i ka bërë sidomos Evropa, po dhe Amerika, çfarë bëri Edi Rama kohë të fundit? Lërë bordin e paqes se është tjetër histori. Edi Rama shkoi në Izrael. Bëri atë rezolutën për terrorizmin, për Iranin, dhe ndërkohë ka bërë disa vizita dhe bashkëpunime dhe na ka shpallur ne tani duket edhe me investimet edhe me çdo gjë, me aleat strategjik Arabinë Saudite, Emiratet, që Arabia është në fakt armik gati pajsa Izraeli me Iranin. Pra, ai në fakt këto, e di pse i ka bërë? I ka bërë sepse këta e kanë mirë me Trumpin, edhe Netanyahu dhe kështu, e kanë mirë me Trumpin dhe kërkon një rrugë dalje për veten e vet tek Trumpi, për një takim që s'arriti dot kurrë, përveç asaj tavolinës së tij. Ose një takim edhe qodhe me një zyrtar, me një Rubio, apo e takoi Spiropali Rubio dhe ky se takonte dot. Dhe tani, kjo tani patjetër që të kthen, të bën katolik më shumë se çfarë, sepse kundra Iranit janë gjithë shtetet, gjitha që janë aleat në një farë mënyrë, po ti tani në fund të botës shto dhe këtë pjesën tjetër. Pastaj ne kemi ndërprer marrëdhëniet fare. Është dhe fakt, domethënë po këtu tani ka një pyetje, se disa thonë, po ka të drejtë Edi Rama se paniku na shkatron ekonominë, na shkatron turizmin e kështu. Tani si është më mirë? Është më mirë që të marrësh masat se ky është një shtet që ka provuar. Ty Irani tani vetëm tani kohët e fundit pa lëri ato më përpara që futen në tim se u futet të dhënat tona. Hakerimet kanë qenë dhe shumë kollaj. Dhe ti je një shtet, po ja po tani të vajtit e posta, të vajtit e prokuroria e përgjithshme, te gjykata e lartë. Dhe ndërkohë ne rankohemi në vendin e 9 për nga siguria kibernetike. Pikërisht pra, dhe ti në vend që të marrësh masat, këto masat që i more pas njoftimit, ti kishe marrë, qoftë me këtë analizë që bëra unë, me një analizë, analizojnë ata tani. Ti me Iranin ambasada s'ke, ti me Iranin ke atë opozitën këtu, ti me Iranin ke vajtur të armiqtë e Iranit e Netanyahu aty more dekorate kështu. Tani, ti, po dhe gjithë bota po merr, ti shiko çfarë po ndodh në Belgjik, në Francë, në ashtu po marrin masat. E kupton, sepse dhe ti tani nuk merr masat dhe jo vetëm kaq, po thua është amendësim, dhe ata detyrojnë që të bëjnë një njoftim çik të ashpër, dhe prapë dhe aty thoshin ne njoftojmë
Amerikanët. Po. Shtetasit amerikanë, ju shqiptarët bëni çfarë doni. Pra, në fakt e bëra edhe dje në emision këtë pyetje, pse njoftohen qytetarët shtetasit amerikanë dhe qytetarët shqiptarë nuk ka asnjë Sepse njoftim? qytetarët shqiptarë duhet, për qytetarët shqiptarë përgjigjet qeveria shqiptare në sida. E pra pikërisht qeveria Dhe shqiptare por as ata prapë informacion ju kanë edhe në bërë një rastet kur janë shërbim. parandaluar. Ata kanë bërë një shërbim të dyfish. Dhe keni kujdes, Po, por mbi të gjitha shërbimi ishte ai që pam pasojën. po. Që këta bënin gjëja sikur s'kish asnjë shqetësim, por në fakt i morën masat, shqyqyrt, ai morën masat, të paktën i morën masat dhe ne e dim shumë mirë, ka qenë ndeshja me Izraelin Po. në Shkodër Rasti një, ka qenë çështja e bombës që u kap në momentet e fundit nga shërbimet Po, prapë tuaja i diskutova dje me zotin Beqi në kryegjyshat, si raste. E fundit që dua të diskutoj Poli, më tepër si një koment dhe ku do ta çoj Policinë e Shtetit, drejtori i përgjithshëm i RI Skënder Hita. Një koment për të dhe sa hapësirë, sa mundësi do të ketë për të sjellë diçka pozitive në polici. Shiko, Sa liri do të ketë? po nuk e di, nga gjithë drejtorët e përgjithshëm, më shumë liri pati në fakt liri nga ministri, do të thosha. Shiko, me ligjin e policisë, Cili? zoti Proda, Po. me ligjin e policisë, ligji i policisë së shtetit e ndan drejtorin e përgjithshëm nga politika. Dakor, po Proda pati akuza Dakor. të papara. Por, por këtu gjithë problemi është kur do kemi liri për punën e vetë nga vetë kryeministri. Sepse edhe atë liri, që ta thash për Prodën, atë liri... E kishte nga ministri? Jo, pra, po për ministrin, në qëse mban në prezantimin e Ramës me zonjën Koçiu, e mban më të tha, s'ke punë me drejtorin e përgjithshëm. Do më thënë dhe ajo zbatoj porosi dhe nuk ju futë... Adresat e famshme, meru me to. Meru me adres, bravo. Ka që ishte liria e këti, do më thënë, po amak s'pati liri nga njeshi. Dhe, në fakt, vetëm po të marrë shifrat, me një drejtor i përgjithshëm, me liq, me gjitha se këta marrin para, me rogën, që uoq pas 6 muajsh, do të marrë rogën 5 vjetë. A i para artësit gjithë, rekordin e ka arritur 3 vjetë e gjysëm ardi veliu, por këta mandatin e kam 5 vjeçarë. Ky tani në 3 mandate, në 14 vjetë qeverisje, sa i bje 12-13 vjetë qeverisje, ky ka ndëruar 7 drejtor, 7 er 5, 35 vjetë duhet të mbushnin ata. Do më thënë, qëfar mund të presun dhe qëfar mund të them për këtë, drejtorët e përgjithshëm nuk kanë në dorë veten, bëjnë ato punë të tyre të vogla që ka ndonjë lidhje. Do të jetë e njëjta histori? E njëjta histori 100%. Në qartë. Poli Hoxha, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit. Përfundon biseda me gazetarin Poli Hoxha. Përfundojmë dhe ne emisionin për ditën e sotme të nderuar shikues duke ju ftuar të na vizitoni në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram, po kështu në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, në balkanweb.com për çdo informacion tjetër të minutës fundit, portali më i madh informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirë u takojmë bashkë.